Se du një po një detaj. Se djalli në gazetarë që do mos thuj plan detaj. Po, thotë edhe diplomati Është një fjali ku Zoti Kuti thot pse mos ta bojmë tash, sepse prap s'ki ku shkon. Do mund tonë me poshtnu. Para gjykimi njerëz. Ku pe din Albin Kuti që zgjedhje tjera ka me dal fitus. Edhe ka me shku me ledeken. Kjo profeti shuk. E ku pe din ti që s'ka me dal? Mos ma luj profeti se ti je njoni nga ne. E nuk është dyp nga mozja, as nga qili, as nga hona, as nga një planet tjetër. Ti je një shqiptar i vogël, një shqiptar politik i vogël, i naxhi, kryefor, që s'din me qeverisht, pa oftë me qeverisht, totali pa oftë. Për ata politikantë ke, duke personifikuar me blerimin. Jo me blerimin, e kom me kryeministrin. Se fillova me mendu që e ke për blerimin. Jo me blerimin, i madhë, so shqiptari vogël. Ajo shqiptari vogël, so i naxhi, i megjave, shtin fesat, për qamje, i nguz krejt, i shon krejt, i pshdyn krejt, edhe na i kthehet hajde në koalicion, ku qësh me i besu. Në pozitën e Abdi Gjiku të janë për atyne që i këshilloj partit politik, ose që ju përzina, qa kanë me bon. Po, me shku, po me tentu me bon marrëveshje politike, se qytetari për një me donë marrëveshje politike. Edhe na kemi thonë, e mos bon me hipokritash. I duhet kështos një marrëveshje politike, po me parime. Me konë si Abdi Gjiku, do duhet me shku me i thonë, qka me Shtetet Bashkuara të Amerikës, qka me Këshillin e Evropës, qka me sankcionet e Bashkimit Evropian, qka me gazetar, qka me Martinin, qka me Rymën. Këto tjera atë ato janë për gjukat me thonë drejtë. Për prokuroria, ato janë për neve. Hiç politike s'jon me vjedh shtetin, me vjedh shpinë e vet njëri. Këta ka vjedh shpinë e vet masovikisht, krejt. Kështu që s'po kthehemi në atë situatë. Po themi diçka çka duhet me thonë. Po të ishin çdo parime. Unë isha konë njoni që i kisha lobu, që le dhe kemë shku me vetëvendosjen në koalicion. Pse kishe lobu? Po të ishin çdo parime që ky ka me i paru marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara të Amerikës, që ky ka me bërë gjithçka që i kërkuat me ikë sankcionet e BE-s, që ky ka me bërë gjithçka që i kërkuat me ikë Këshillin e Evropës, po, i kisha unë. Po ndoshta koalicioni do ta ata çonte nuk më dëgjojnë mua. Po, ndoshta koalicioni do ta ndryshonte këtë çështje. Jo, absolutisht. Albinio i pabes. I pabes? Pabes total ai. Fshin. Po ajo një që thonë zonë politikon, për jashtë hotelit që e njohëm me tutje, është një kafshë politike që të blun. Aty me i besu Albinit është sikur s'po di një ateist me shku në xhami për Bajram. Po mund me shku për këtë. Çka nëse ai nuk është ateist? Çka nëse ai nuk është ateist? Çka është ai? Besimtar. Albini sot besimtar hiç, Albini s'ka zot. Që s'njeh zot. Për çfarë shembull e po? Le me shembull. Po leja çështja e besimit është çështje personale, s'na intereson fare, po. Unë pajtona edhe me kolegë, po me shku me parime, edhe po me kërku kryeministin. Pse ju? Edhe po, me honë po Zoti Kuti, hajde pe i mojëm gazetarët që ti pe i shon, e pe i fyn, e pe i njek, me milici sekrete, edhe para gazetarëve pe bojmë marrëveshjen. Hajde, a bon gjithu? E që kështu po, a mo pa parime. Pa parime. E kuptuam. Edhe pa transparencë ku jo, sepse qëllimi i Zotit Kuti është poshtnimi, stigmatizimi edhe shkatrimi i LDK-s. A është pozicioni kryeministit që mund ta bëjë diferencën edhe kush dëmtohet nga një bashkëqeverisje vetëvendosje LDK? Matush, në pjesën e parë e tha shumë mirë, tha o bllaf. Momentin që tash edhe LDK e bën bllaf. Se si ti thotë unë pe du kryeministin, këta e din që s'ja dhojnë. Po, do me thonë, ndoshta dhe ja japë, pozicion ku pe din që s'ja dhojnë. Ndoshta dhe ja japë. Shoca teorike s'ka. Ku mu kur, në politikë. Po, e vërtet, parem, po për qëtë rast, kur? Shoca s'ka. Kjo është, këta i kanë bu bllaf, edhe këta kanë mi bu bllaf. Blufi tyne është ama kryeministin, se këta e din që s'kanë një dhonë. Edhe në një farë mënyre e rehabilitojnë vetën prej goditjes që japin këta tjerë, të ishë opozita në ashtë japin një mirë kryeministin.
Veterani. Le që hepen. Veterani. Ju thot merne. Presidentja qave pa ja dhonë dytit me vetë faktin nëse së ndërton qeveri